Por se na pret një gare, mo dhe na pret. Kem konkurent, gjitha këto ekipe janë konkurent që vërtet kanë ekipe shumë cilësore, edhe une, edhe lojtari, këmë thonë, edhe kështu tash publikisht të pëthem, edhe gjitha ta që i merë me futbal dhe kuptojnë pak në kjo faze e fundit tash, unë mendoj që ma shumë do tjetë një garë psikologjike, mentale, ato ekipe që do tjenë karakteri ma të fort edhe në këtë aspekt do tjenë ma të pregaditur me bojt këtë presion e kësoj gare, mendoj që do të dalin fitus. Normal, njem do kjesë shumë mirë, por edhe ata që kanë co ma shumë lojtor në dispozicion, ajo është më rëndësi që edhe ekipet të cilat kanë eksperiencë mrena dhe lojtarë cilët kanë kalu këto lloj garesh, mendoj që kanë një lloj përparësie, por se do t'jetë një gare vështirë edhe deri në fund e paparashikuesme. Shumë e ngushtë. Prej mendoj, tash okej edhe Rami Sadiku, Trefra, gjitha këto mund t'i quajmë, po kandidat, po megjithatë. Me shpresë sa më të vogla. Prej lirisë, po mendoj 6 vendet e para janë ato, gjitha cilat janë garë të ngushtë deri në fund mendoj. Pastaj se çfarë do ndodh, po do mendoj nuk di, mund të ndryshojnë gjërat. Edhe me piko shumë ngushtë, apo Shumë diferencë 41, 40, 39, 39, 37, 36, 34. Vendi 8 i ka 30, Jo, pe 6 është... Prej 6 e mendoj gara ngushtë me kapshme, po. Gara ngushtë. Fitore Trepçës ndajtë dhe Nançit, gjithçka do të bëjë flok. Diskutohet ajo, po në fitore 2 të ndryshojnë gjanat. Për çdo ekip. 2 fitore, 3 ose me njëre kop. Lorik. Arsyeja është sepse Trepça, se Fikshonga, për Sadiku, janë garë, nëse shumë diferenca për nuk është asgjë gjë. Por ti kur je në garë i ndjek 6 ekipe. Po do 6 me gabush, sikur se me ndjek një ekip. Kjo është një matematikë, një llogari që duhet me nuk është njëjtë. Kë është si kundërshtarin më të fortë tani? Nuk të përkrijë në tabelë. Ka këto është Poshtreja, Dinamo është ekipe e atashme, Poshtreja, Feronikli, gjithashtu Vllaznimi ka një ekip të atashme, Movesh për Lirin Diet, gjitha këto ekipe. Trepça ka, Rami Sadiku është një ekipe e cila gëzon respekti më të madh, domethënë për gjitha këtyre ekipe. Sepse është një ekipe e cila mendoj luan futbolli më agresiv, më të fortë edhe më të papranueshëm. Kështu që është një ekipë shumë e talentuar, e cila është ekipa për mendimin tim që është më vështirë më mund. Kështu që gjitha këto ekipe trener të Rami Sadiku që nuk e ka me domos. Po kjo është për ata arsye. Inkuadrimin edhe janë shumë atlirë, por Rami Sadiki një dallim nuk e di, Ushtria luan kup, Dinamo luan kup. Po. Edhe Dinamo edhe ne jemi kup. Okej, po, Trepça 89, ju luani me Malishevën. Po. Keni pikërisht ndeshje këtë javë. Kjo mund ta bëjë. Po, dëgja është e komplikuar vërtet, është situatë pak që do të me ditë me menaxhu mirë, sepse kemi zhvilluar sa të ndeshje, pavarësisht kemi pas mungesë lojtarë në ndeshje shumë të fortë, të luftuar ku lojtarë normal që janë sforcuar shumë edhe janë harxhu fizikisht. Pastaj kemi një Malishevë, e cila është ekipa Superligës që atje po diferencën, edhe nuk diskutohet që është shumë favorite, edhe ne më thonë jem vetëshëm për atë arsye që ne duhet me pas kujdes tash këtë takim, sepse pasi jem këtë gardë ngushtë për inkuadrim Superligë, do të me menaxhu shumë mirë. Vëmendja është vetëm Superliga, do thotë. Normal që ne do të luftojmë sepse nuk jem rastësisht në kupë, do të japë maksimumin, tash se si do të hyjmë me çfarë formacioni, me çfarë ndryshimesh, me çfarë miksi lojtarëve, është çështje tjetër. Po megjithatë ata lojtarë që do të jenë Samiri. Jo dëgjoj, ne kemi njëherë derbin me Trepçën, do thotë 3 takime brenda javës, është vërtet është ngarkesë e madhe. Sidomos për një ekip e cila, po them drejtën, nuk është ajo konkurrenca shumë e madhe, fonde shumë i madh që me përballu. Po, kjo nuk do të thotë që ne do të hyjmë maksimumin Milan, nuk diskutohet. E tash, se çfarë do të bëjnë ende nuk kemi vendosur sepse është herët.